Se nëse ndodh diçka në Prishtinë, çështjet që mund të jenë katastrofa natyrore, ekipi për vazhdimsinë e biznesit automatikisht mund të zhvendoset në Prizren. Krijimi i qendrës për vazhdimsinë e biznesit, po ashtu është një projekt jashtëzakonisht të rëndësishëm, cilën e kemi bërë në bazë standardeve në Prizren, ku dhënat shkëmbehen në kohë reale. Po supozojmë se nëse ndodh diçka në Prishtinë, çështjet që mund të jenë katastrofa natyrore apo çështjet të defekteve tjera, ekipi për vazhdimsinë e biznesit automatikisht mund të zhvendoset në Prizren edhe të zhvillojë punë normale pa u diktuar nga bankat komerciale, nga institucionet tjera publike që kanë punë me bankën qendrore.